Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Brunilda Mersini, vlerësoi ndërtimin e aeroportit të Vlorës si një nga vlerat më domethënëse për zhvillimin e rajonit, si dhe të gjithë vendit. Në një deklaratë publike ajo e cilësoi këtë investim si një port që i hapet Vlorës dhe i gjithë jugut drejt botës. Aeroporti Vlorës nuk është thjesht një godinë e madhe betoni. Nuk është vetëm një pistë fluturimi, është një port që po i hapet Vlorës dhe gjithë jugut drejt botës. Është simbol i zhvillimit, i dinjitetit dhe i mundësive që po vijnë. Sipas saj, ky është projekti i parë i këtij niveli që po bëhet realitet në këtë zonë, duke sjellë mira vendepune, nxitje për turizmin, mbështetje për ekonominë lokale dhe duke kthyer Vlorën në një nyje të rëndësishme për lëvizjen dhe investimet. Për vite me radhë është folur shumë për Vlorën, por kjo është hera e parë që një projekt i këtij niveli po bëhet realitet. Një projekt që krijon mira vendepune, zhvillon turizmin, mbështet ekonominë lokale dhe e kthen Vlorën në një nyje të rëndësishme për lëvizjen dhe investimet. Ky aeroport nuk është vetëm i Vlorës, është i çdo shqiptari që do të vijë më lehtë në atë dhe, i çdo imigranti që kërkon një derë të hapur për të kthyer dhe i çdo turisti që dëshiron të zbulojë bukuritë tona. Në përfundim, Mersini theksoi se Partia Socialiste nuk flet me slogane, por me vepra konkrete dhe aeroporti i Vlorës është një dëshmi e qartë se kur ka vizion dhe vullnet, Shqipëria mundet. Partia Socialiste nuk flet me slogane, flet me vepra. Dhe aeroporti i Vlorës është një nga veprat më të mëdha që tregon se kur ka vizion, ka vullnet dhe ka seriozitet, Shqipëria mundet.